Në Lezhë po zhvillohet kampionati kombëtar i ping-pongut për moshët 15-17 vjeç, ku marrin pjesë rreth 90 sportistë nga gjithë Shqipëria, me se cilëve dhe kampioni aktual i vendit, sekretari i Federatës Shqiptare të Ping-pongut Tonin Binoshaj, u shpreh se zgjedhja e Lezhës si një vend zhvillimi nuk është rastësore, pasi qyteti ka pasur bashkëpunim të vazhdueshëm me federatën dhe ka siguruar bazën materiale të nevojshme për zhvillimin e këtij sporti. Federata Shqiptare e Ping-pongut nuk është aktiviteti i parë që bën në Lezhë për ping-pongun, por ne kemi ndihmuar Centrin Kulturor të Fëmijëve dhe kemi organizuar ka vite që i sjellim bazën materiale dhe ping-pongu është i pranishëm në Lezhë. Atë nga kjo indicie menduam se pse mos bëjmë një kampionat kombëtar për mosha 15-17 vjeçar në Lezhë, që të afrojmë sa më tepër dhe nxënësit e shkollave ose të që janë në Lezhë të shohin në ping-pong, që nuk janë profesionista, po janë përfaqësojnë klube sportive që bëjnë në mënyrë sistematike stërvitje. Indicia jetë që të bëjmë kampionat që edhe Lezhë nesër pas nesër të formojnë ekipet të veta zinxhir të ping-pongut, nga që është edhe sport interaktiv, sport i bukur, sport që nuk ka përplasje fizike, edhe është i lidh shoqërinë njëri me tjetrin, se është një sport që dy vetë duhen me kanë, jo me kanë më tepër. Individualet për 17 vjeçar dhe aty është pjesëmarrës kampioni i vjetshëm kombëtar për të rritur. Ai është një sportist, ai është Aron Koni, është një sportist, është kampion për 17 vjeçar. Specialisti i sporteve në Bashkinë e Lezhës, Aurel Locaj, theksoi se synimi kryesor është përfshirja sa më shumë fëmijëve në aktivitete sportive dhe zgjerimi i disiplinave në qytet. Ne si drejtori e arsimit të rinjisë së sporteve në Bashkinë Lezhë, prej 2 vitesh bashkëpunojmë me Federatën e Shqiptare të Ping-pongut, edhe kemi zhvilluar kampionatin e ping-pongut me shkollat 9 vjeçare, pikërisht në këtë palestër, në bashkëpunim me Federatën, siç e thash, edhe synimi i bashkisë është që shtohet edhe si disiplinë, edhe që të masivizojmë sa ma shumë sportin në Lezhë nëpërmjet ping-pongut. Pra, me këto aktivitete që ne kena bë vazhdimisht, edhe po përzgjellim talentat e ri, edhe po shohim tendencën që kanë nxënësit e ri për të kthyer, për ta bërë këtë sport një disiplinë shtesë për qytetin. Kampionati do të zhvillohet gjatë fundjavës, ndërsa në përfundim do shpallen fitues kombëtar të kategorisë moshave 15-17 vjeç.